me po themi deklaratat dhe veprimet konkrete të administratës amerikane për ndërprerjen e ndihmave ndaj ushtrisë ukrainase dhe Zelenskit, me vendimin për të ndërprerë kontributet e shkëmbimit po themi të informacioneve inteligjente, me verbimin e satelitëve të cilët nuk japin më imazhe për ushtrinë ukrainase, janë intensifikuar sulmet ruse dhe kanë qenë gjithmonë më të suksesshme. Bile ka një ofensiv madje edhe në zonën e Kurskut, më në fund, ku po rrethohen, synohet të rrethohen sipas burimeve të informacionit rus, një korpus për 10.000 ushtarësh Ukrainas. Pra, se thuash, rusët shohin, ukrainasit nuk shohin në këtë betejë. Sepse rusët shohin se kanë satelitet e tyre, sigurisht që ka një avantazh më të madh teknologjik. Krisapi, çfarë po ndodh? Unë mendoj që në Ukrainë, për moment luftën në Ukrainë kemi dy realitete. Një realitet ishte ai zonës së Kurskut, kur besoj që jemi pak ditë ose maksimumi disa javë larg fundit të historisë ukrainase në Kursk, sepse rusët kanë arritur të çajnë mes për mes gjithë frontin Ukrainës dhe me shumë mundësi një pjesë më e madhe, pak një 7-8.000 ushtarë Ukrainës janë rrethuar tashmë në zonën e sipërme të Kurskut. Nga informacionet e pak të fundit fare që unë pash para se të vija këtu nga gjeolokacionit, paktën rreth më pak se 150 km2 kanë ngelur në dorë ukrainasve në Kursk, kështu që ky është realiteti. Sa është Kursku, sa ka qenë? Kursku në fillim fare ka qenë 1200 km që kanë pushtuar ukrainasit. Sot tani që ne flasim kanë ngelur rreth 120 km, por thash besoj që jemi pak ditë ose javë, maksimumi javë larg fundit të historisë së Kurskut. Dhe realiteti i dytë është që unë po shoh që po këta 10.000 ushtarë çajnë divizionin bie, çfarë është? Që po synojnë rusët të rrethojnë. Një divizion. Po. Një divizion. Një divizion. Dhe realiteti tjetër që unë po shoh është që në vijën tjetër të frontit, sidomos në zonën jugore të Donjeckut, po shoh një ngadalësim të ofensivës ruse. Pra, përparimit rus në atë kohë, le të themi. Përparimi rus ka qenë shumë i ngadalt, por tashmë është bërë kaq ngadalt sa ashtuese në vend numëro. Sidomos lufta rreth Pokrovskut, kam parë që në disa raste ushtria ukrainase ka bërë disa kundërsulme të vogla dhe ka arritur të rimarrë territorë që janë humbur. Tjetra në qytetin e Torjeckut, që është qytet i rëndësishëm në zonën e Donjeckut, para disa javësh Ministria e Mbrojtjes ruse deklaroi që është marrë nga ushtria ruse, gjë që kur i jep Ministria e Mbrojtjes është një fakt i kryer, dhe tani që ne flasim, gati 1/3 e qytetit është rimarrë përsëri nga ukrainasit. Prandaj thashë që kemi dy realitete, pa një realitet në Kursk që rusët po i dërmojnë, si thuaç ukrainasit, dhe ana tjetër në pjesën jugore Donjeckut që ushtria ruse thuajse ka ngelur në vend numëro.